Atëherë, nuk duhet të jesh në njeri me high IQ, kur i thonë, por këto njerëz e kuptojnë që nuk çajnë dot aty, përse akoma, për shembull njerëz si Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, tjerë, që kanë marrë një votë dhe tregoj që kanë një besim ke njerëzit, sepse kanë një sens qytetarie, kanë një kualifikim, janë njerëz të respektueshëm, nuk janë fol për korrupsion e kotadion. Pra, këta njerëz, përse humbin më kohë në këtë parti, kur logjika është kjo që thatë ju, që ky e ka kontrollon këtë parti në mënyrë kapilare me klanin e vet, klanin e zjarrit dhe klanin e atyre njerëzve që s'po du të përdor një emër që, dhe këta i qisin jashtë loje dhe do t'i qisin jashtë loje prap, se është, për shembull, Jorida Tabaku, Ali Mehmeti kanë profesione, mund të jetojnë dhe pa parti. Ku do shkoj Mulnoka, ku do shkoj Vokshi, ku do shkoj tjetër që nuk din të bëjnë punë tjetër në jetë përveç asaj që kanë bë duke qenë ushtar Saliut. Pra dhe Saliu këtë e di mirë. Se ka dhe eksperiencë. Pra, përse unë, Ilir Demalia, jam këtë parti dhe do të humb kohën më me këtë parti. Përse këta njerëz që kanë një iluminim, që kanë një qytetari, përse këta nuk bëhen bashkë dhe të krijojnë, se e kam fjalën këtu bene që po vetë në rrezik pluralizmi i Shqipërisë, se s'ka opozit. Dhe kjo nuk o gjë e mirë. Dhe Rama mori 4-rin, po kështu do të mori 5-rin. Atëherë ti marrim me radhë përsëri. Në politikë njerëzit futen për disa arsye. Një arsye është arsye idealiste. Po. Një arsye është ego. Është sfidë ndaj vetes, ego. Ego. Ka karaktere të cilat duan demonstrojnë që janë dikush në një shoqëri. Dhe investojnë për këtë ego. Janë karaktere pozitive, negative, është e debatueshme, po për egon. Ka struktura të cilat janë militante. Ka struktura të cilat janë pjesë e shërbimeve. Dhe që të gjithë këta janë absolutisht prezent në luftën për të kapur drejtimin politik. Sepse pushtimi i një vendi, mënyra më moderne pushtimit të një vendi është kapja politikës. Sepse nuk ka nevojë Serbia të pushtojë Shqipërinë ushtarakisht. Mjafton ajo të kap drejtimin politik të saj. Nuk ka nevojë që Greqia të pushtojë ushtarakisht Shqipërinë për të realizuar synimet e veta irridentiste, shoviniste në jug të vendit. Por mjafton të marr politikën, të ka politikën dhe të nëpërmjet politikës ndërtoj gjithë synimet e veta. Doni tani synimet e veta të Greqisë? 30 vjet, në mënyrë të posaçme, 24 vjet të fundit, ka qenë një politikë e cila ka dëmtuar jashtëzakonisht rënd interesat shqiptare për sa i përket infrastrukturës dhe në mënyrë posaçme të korridorit të 8 dhe korridorit blu. Ka qenë strategji. Korridori blu lidhte turizmin shqiptar me turizmin evropian dhe linjat greke e ndaluan për të mos realizuar këtë komunikim dhe interferim të turizmit drejt Shqipërisë. Korridori 8 është korridori natyral strategjik i Shqipërisë. Historikisht, në historinë e qytetërimit botëror, në historinë e qytetërimit evropian, në historinë e qytetërimit të Ballkanit, porti Durrësit, në mënyrë posaçme, por gjithë bregdeti i Shqipërisë ka qenë nyje strategjike.